Çështja penale kundër liderit të rrëzuar të Venezuelës, Nicolas Maduro, ka mbetur pezull për më shumë se 6 vite, pa ndonjë përparim real. Tani që ai është arrestuar dhe është paraqitur për herë të parë në një gjykatë federale në Manhattan, procesi gjyqësor mund të zgjasë edhe më gjatë, duke kaluar nëpër një sër betejash të ndërlikuara juridike dhe politike. Rasti kundër Maduros është veçanërisht kompleks, përfshin ish udhëheqjen e tij të një shteti sovran, akuzat për komplot ndërkombëtar në trafikun e kokainës dhe terrorizëm, dhe pasojat që kjo çështje ka për sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të SBA-s. Në këtë kontekst, ekipi mbrojtës i Maduros pritet të përdorë disa strategji për të bllokuar gjykimin, duke e sfiduar çështjen në disa drejtime. Gjatë seancës së hënës, Maduro u deklarua i pafajshëm për akuzat për komplot për narkoterrorizëm, konspiracion për importim të kokainës, posedim të armëve të rënda dhe pajisjeve shpërthyese dhe komplot për posedim të këtyre armëve. Jo se nuk do të negociojë, por më parë do të shtyp disa butona të sistemit ligjor, tha prokurori federal Dick Gregory nga Miami, i cili ka ndjekur zhvillimet rreth procesit të Maduros. Gregory ka përvojë direkte me raste të ngjashme. Ai ka qenë një nga prokurorët që çoi në gjyq Manuel Noriegan, liderin ushtarak të Panamas, pothuajse 40 vite më parë, duke e bërë atë një nga të paktët prokurorë amerikanë që ka gjykuar me sukses një të arratisur të huaj që pretendonte statusin e kreut të shtetit. Rasti i Noriegas ka shumë paralele me atë të Maduros, sidomos për shkak të rrallësisë së ndërhyrjeve ushtarake amerikane që përfundojnë me rrëmbimin e një lideri të huaj politik. Avokatët e Maduros dhe të bashkëshortes së tij, Cilia Flores, e cila gjithashtu është deklaruar e pafajshme për akuzat të ngjashme, pritet të argumentojë se kapja e tyre ishte e paligjshme. Vet Maduro në sallën e gjyqit u shpreh se ishte rrëmbyer nga ushtria amerikane. Pritet gjithashtu që mbrojtja të sfidojë provat e paraqitura nga prokuroria, si edhe të kërkojë qasje në dokumente apo informacione që mund të jenë të klasifikuara si çështje të sigurisë kombëtare. Procesi i menaxhimit të informacionit të klasifikuar, që ndjek rregulla strikte në gjykatë, mund të zgjasë me muaj të tërë, edhe në rastet më të thjeshta. Në disa raste avokatët përpiqen të përdorin një taktikë të quajtur grey mail, kërkojnë publikimin e informacionit sekret, me shpresën që qeveria amerikane të tërhiqet nga ndjekja penale për të mos rrezikuar ekspozimin e të dhënave sensitive. Gjatë seancës së ardhshme, e caktuar për muajin mars, pritet të diskutohet për provat e mbledhura dhe për hapat e ardhshëm drejt procesit gjyqësor. Argumenti i imunitetit. Një tjetër strategji e mundshme e Maduros është pretendimi për imunitet si ish president. Në sallën e gjyqit ai deklaroi: "Unë jam ende presidenti i Venezuelës", ndërsa bashkëshortja e tij u prezantua si zonja e parë e Venezuelës. Ky pretendim risjell në vëmendje betejën ligjore për imunitet që pati Manuel Noriega në vitet 90, ku u diskutua nëse ai kishte të drejtë të konsiderohej mbrojtur si kreu i një shteti. Sipas prokurorit Gregory, për të përfituar imunitet si kryetar shteti duhet të jesh i njohur zyrtarisht nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Me fjalë të tjera, vetëm njohja diplomatike zyrtare nga SBA përcakton vlefshmërinë e këtij statusi. Juristët ndërkombëtar ndajnë të njëjtin qëndrim. Noriega humbi betejën për imunitet dhe u dënua në vitin 1991 me 40 vite burg për importim të kokainës. Një rast i ngjashëm është ai Norman Saunders, ish kryeministër i ishujve Turks dhe Caicos në vitet 80, i cili pretendonte se ishte kryetar shteti, por sipas ligjit, kryetar shteti në atë kohë ishte mbretëresha e Britanisë, pasi territoret ishin ende nën sovranitetin britanik.